njërë që të themelohen institucionet shtëtore. Kjo që sa për thët ju, zotri Shajra, ishte diçka që ishte thënë, të paktën ishin deklaruar edhe nga presidenca, sepse kanë deklaruar që në shkrimet i kemi për të pasur Vjosa Osmani presidente sërish, mirë po pa përkrahje nuk duhen ato në shkrimen. Gjë që pan përplasje të forta mes presidencës dhe ekzekutivit në këtë rast, apo ndoshta edhe individualisht Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Të aty raportet të tyre që kanë ndodhur shtetin që 5 vjet, njërë që tani ka ardhe të ajo përplasja, mes të ndoshta më pak si përplasja, ndoshta shprej heron dhe kjo përplasja, po ka ardhe të mes tyre. Por në fakt ka një përplasje politike, sepse e shini se ku na ka quar. Po, dhe të fakti ishim me këtë gërvollën edhe këta gjesi i Kerit Mitrovic, por nuk ishtë që stoftë hakull mes veti, kështu që një ku më përpore dim që ka bëshin dyja bashkë atje. Kanë qenë më taftë. Po, shumë ata, bile kujtuat gjithmonë del parasysh rasti kur ka qenë një konferencë LDK-së si leshin me hikin gërvollën aty që a bon edhe vetë Vjosa ta shtë po, kjo të raporte politike mes tyre cilat dëmtohet qytetari. Me këtu, sigurisht që vitin i kalum, edhe Bashkia e Këshillit Evropës, Kuvendi i Evropës, që thanë, është viti humbur. Pse s'kemi pas institucione shtetërore, qeveria ka uheq pa përgjegjësi, qeveria e përgjegjës parlamentit, s'mo i përgjegjës të tërkuj.